jemi këtu për të ndihmuar kryetarit të komunës së Gjilanit, Ismail Mustafës, që të shes sa më shumë banane, bajra më të rikë dhe kompjuter nga biznesi i tij. Për të kërkuar kryetarit të komunës të jap dorëheqje dhe të mos shfaqet më shumë si biznesmen sesa si kryetari i komunës së Gjilanit. Për të treguar qytetarëve të komunës së Gjilanit se Ismail Mustafa ka shndruar edhe komunën në një biznes të dorës së dytë, duke në përkëmbur interesat dhe hallet e qytetarit. Për t'i thënë kryetarit të komunës të ndërprej me njëherë biznesin me pasuritë të komunës përmes partneritetit publiko-privat, të cilat i ka shndruar në partneritet privato-privat. Për t'i thënë Ismail Mustafës se komuna nuk ka nevojë për një biznesmen, por për një kryetar i cili qëndron afër qytetarëve dhe ballafaqohet drejt për së drejti me partnerësitë që kanë qytetarët. Kërkojmë që në mënyrë urgjente kryetarit të shes banana, bajra apo kompjuter, por të mos i shes komunën, sepse tek e fundit komuna e Gjilanit nuk e meriton që të trajtohet si biznesi Mustafës, aq më pak që bananet e biznesit të tij të jenë më të vlefshme se sa nevojat e qytetarëve të Gjilanit. Pra, kryetari i komunës së Gjilanit mund të vazhdojë të shes banana, por ne kërkojmë dhe i sugjerojmë atij që të jap dorëheqje dhe të vazhdojë të merret me banana. Faleminderit.